Xhelal Sveçla jo vetëm ministrin sërbe, po komplet qeverinë e Serbisë me shpall non grata. Edi Rama po ashtu shpallë së poku ministrin sërbe non grata sigurat e këballë e huduten, sepse këthën që po preket Kosova, preket Shqipëria. Glauko Ljun sa mës flej, po hedhën në ofanzivë diplomatike, nëse munësh. Këto lëvizje me që të koordinora ishte desh të bëshin për me të regu BE-s se në Serbi një deklarat e tillë nuk perceptohet si skandal. Nuk është fare shqetësuese madje, sepse është në përputhje me një narrativ politike shoqërore atje, është pra pjesë e mendësisë politike shtetërore sërbe që për dekada është kultivu dhe është normalizu në hapësirën publike në Serbi. Pra me tregu BE-s që me ndru qasje ndaj Serbisë, sepse këto qëndrime nuk janë individuale, nuk janë bevasi, pra ndaj vazhdojnë të artikulohen edhe sot e kësaj dite. Kjo qëndrim prandaj nuk përbën bevasi, si që thash as për ne e dim se çfarë është mendësia politike shtetërore të Serbisë. Mirë po, ne kemi një shqetësim tjetër më të madh këtu, se sa kjo ministrja sërbe. Sepse ne po i harrojmë e madje po i fyjmë njerëz të UÇK-s, të cilët dalin me push ndot pikërisht përballë këtij planit serb të spastrimit etnik. E ky do të më qenë shqetësimi ynë kryesor. Pra, shqetësimi i vërtet do të jemi ne. Kur kujtesa historike me që fillon me Uzbej, edhe sakrifica atyre që përballen me dhunën, me represionin, me spastrimin etnik, relativizohet ose edhe dorën zemër banalizohet nga vetë diskursi në publik, atëherë si kemi punë mirë, si kemi hiç punë mirë. Një shoqëri e cila nuk e kultivon memorien kolektive, me kalimin e kohës e humb edhe aftësinë për me mbrojt të vërtetën historike. Prandaj kujtesa historike nuk është kështu instrument i hakmarrjes, por është mekanizëm i ndërgjegjës kolektive. Aja neve duhet me na shërby për me ndërtu identitetin politik dhe moral të kësaj shoqërie. Ajo duke jep kuptim sakrificës së breza, në rastin ton brezit të UÇK-s, që mbretin lirinë dhe dinitetin ton njerëzor, jep kuptim edhe këtij koncepti. Kur kjo kujtesë pastaj zëvendësohet me relativizëm ose me amnezi shoqërore e madje edhe me banalitet, atëherë ne si shoqëri e dobësojna edhe vetë rezistencën ndaj manipulimit të historisë. Siç po ndodh. Shoqëritë demokratike prandaj nuk maten me vetëm nga aftësia për me ndërtu institucione, zgjedhje, por edhe nga mënyra se si ato din me rujt e me transmetu të vërtetën historike. Nëse ne vetë e minimizojmë, ose e përdhosim trashëgiminë e rezistencës së UÇK-s, atëherë u japim hapësirë narrativave që synojnë me rishkrut kalorën dhe me zhvesh agresorin nga përgjithësia, ndërsa viktimen neve në këtë rast me na zhvesh nga dinjiteti ynë historik. Çfarë po ndodh? Ky duhet me qenë shqetësimi ynë nga brenda, jo pse çka tha ajo ministrja sërbe, sepse atë edhe këtë qeverinë fundja, siç thash, i shpallim non grata dhe këtu kryhet muhabeti. E pastaj me atë mendësi të politikës shtetërore të Serbisë let merret BE-ja, nëse merret. Ndërsa ne siç thash të miremi me veten, sepse po bëjmë atë çfarë don Serbia, po e zbehim kujtesën tonë historike çdo ditë e më shumë. E kjo është marrë për neve.